Kur një nën humbi fëmijën e saj teksa bënte pazar, ajo mbeti në panik. Ajo e gjeti shpejt atë të gjunjëzuar në hyrje, por kur pase çfarë po bënte, ajo filloi të qaj. Maggie e kishte marrë Charlie në supermarket pa numërt. Meqense ishte vetëm 5 minuta larg nga shtëpia e tyre, ata shpesh ndalonin në dyqan kur donin të blinin ushqime ose sende shtëpiake. Ishte shumë e përshtatshme të kishte një dyqan kaq të madh dhe plotësisht të pajisur aq afër. Por, si në shumë vizite të tjera, Charlie ecste pas nënës së tij, duke zvajritur këmbët dhe duke u ankuar se duhej të ecte nëpër dyqan. Charlie e shihte blerjen si një gjë tepër të mërzitshme. Sigurisht, kush në moshën 7 vjeçare do të donte të endej nëpër dyqane kur mund të luajë ose të argëtohet jashtë? Kishte shumë më tepër gjëra interesante për të bërë. Charlie shpesh mbeti prapa dhe pastaj vraponte për të kapur nënën e tij. Kjo ishte mënyra e tij për ta bërë një proces të mërzitshëm të paktën pak më argëtues. Maggie shpesh e paralajmëronte atë të sillej siç duhet, pasi nuk donte ta qortonte në publik. Charlie ishte një djalë i vogël i pavarur dhe kokëfort dhe i pëlqente të bënte si donte. Kjo ishte patyshim një tipar karakteri që i kishte trashëguar nga nëna e tij. Megjithatë, në mes të punës së dyqanit, Charlie nuk mund të lejonte të sillej keq, dhe Maggie u përpoq t'i kujtonte djalit të saj këtë në mënyrë indirekte. Ajo e donte atë me gjithë zemër, por e dinte sa i keq mund të bëhej kur mërzitej. Por në një rast të tillë, kur Maggie u kthye për të parë djalin e saj, ajo zbuloi se Charlie nuk ishte aty. Ajo shkoi rreth e rrotull dhe vuri re se ai nuk dukej gjekundi. Maggie shpejt u kthye pas dhe shikoi poshtë korridorit për t'u siguruar që djali i saj nuk ishte aty. Tani gruaja filloi të panikosej pak. Ku mund të ishte? Ata sapo kishin kaluar pranë departamentit të lodrave. Ndoshta Charlie ishte magjepsur me lodrat apo lojrat që ishin aty. Duke braktisur karrocën e saj të ushqimeve, Maggie u hodh drejt banakut dhe ecte para e prapa, duke kërkuar çdo shenjë të djalit të saj. Por ai nuk ishte aty. Tani ajo vërtet po fillonte të panikosej dhe zemra e saj ishte gati të hidhej jashtë kraharorit. Kjo nuk i ngjante Charlie. Ai gjithmonë ankoi se nuk donte të shkonte për pazar, por ai kur nuk shkonte shumë larg, dhe kjo ishte pjesa më e keqe. E vetmja herë që Charlie u humb ishte në një dyqan lodrash. Ai po kërkonte një lodër të caktuar dhe iku me emocion. Dyqani ishte plot me fëmijë të së njëjtës moshë dhe madhësisë si Charlie, kështu që kur Maggie nuk mund ta gjente, ajo panikosej. Të gjithë fëmijët dukeshin njësoj dhe ajo nuk mund ta gjente djalin e saj. Charlie u gjet vetëm pas disa punonjësve të dyqanit, kur ndërhyn dhe ndihmuan Maggie në kërkim. Por ishte në një dyqan lodrash plot me fëmijë dhe gjëra të ndryshme, emocionuese që Charlie donte aq shumë. Supermarketi nuk ishte i krahasueshëm me dyqanin e lodrave. Kishte shumë pak fëmijë aty dhe nuk kishte absolutisht asgjë pas banakut të lodrave që do ta interesonte Charlie. Dhe kjo ishte ajo që e trembte më shumë Maggie. Ai ishte djali i saj i vetëm dhe ajo e donte shumë. Ajo nuk e dinte se çfarë do të bënte nëse ai do të humbiste ndonjëherë. Duke vrapuar drejt daljes së dyqanit, ai filloi të kërkonte punonjës. Ndoshta ata mund të vendosin një njoftim në altoparlantët e dyqanit, duke e kërkuar Charlie të vinte në recepcion apo diçka. Ndoshta ata mund të shikonin kamerat e tyre të vëzhgimit për të provuar dhe gjetur djalin e varfër të humbur. Por pa pritmas, Maggie u ndal në gjurmat e saj, duke vënë re diçka. Kishte një stol metalik në pjesën e përparme të dyqanit. Njerëzit shpesh uleshin aty dhe relaksoheshin pas blerjeve para se të shkonin në parking drejt makinave të tyre. Në këtë stol, në ato kohë, ishte bosh, por Charlie qëndronte aty përballë tij. Ai ishte i gjunjëzuar, përballë murit, duke bërë kush e di se çfarë. Maggie ndjeu frikën dhe shqetësimin e saj të fillonin të shkrinin dhe papritmas të zavendësoheshin nga një përzierje zemrimi dhe lehtësimi. Ajo ishte sigurisht e lumtur që kishte gjetur Charlin, por ishte zemruar që ai e kishte lënë atë pa e paralajmëruar. Ndërsa ecte drejt stolit, ishte e qartë se Charlie e priste një qortim. Por kur Maggie pa se çfarë po bënte, ajo u hutua. Ai mbante duart e tija të vogla të palosura pranë tij. Ai gjithashtu mbylli syt fort dhe murmuristi diçka vetëm me buzët e tij. Maggie nuk mund të kuptonte se çfarë po përshpëriste djali i saj, por ajo kuptoi se ai duhej të kishte thënë diçka.
Nëna e Charlie u befasua nga ajo që po ndodhte, por ndërsa u afrua, ajo kuptoi se ai po lutej. Por pse? Ndoshta ai po lutej për dikë që pa në dyqan. Ndoshta ai po mendonte për diçka që ndodhi atë ditë në shkollë. Ndoshta Charlie vërtet donte diçka dhe lutej për ta marrë atë ndërsa ishin në dyqan. E vërteta ishte, Maggie nuk kishte asnjë ide se çfarë bëri djalin e saj të lutej. E gjitha që ajo dinte ishte se ajo u ndal në gjurmët e saj dhe shikoi atë me kurreshtje. Sytë e Megut u hodhën rreth e rrotull duke kërkuar të dhëna se pse Charlie po lutej. Por nuk kishte asgjë rreth e rrotull, përveç disa blerësve që nuk dukeshin se kishin nevojë për lutje. Nuk kishte asgjë që tregonte se çfarë kishte bërë Charlie të lutej, dhe ajo dishonte se ai do t'i kishte thënë asaj nëse do ta pyeste. Por në atë moment, sytë e Megit u ngritën lart dhe u zgjeruan nga befasia. Bistolin kur Charlie ishte gjunjëzuar ishte një tabel e madhe njoftimesh. Në këtë tabel ishin disa postera A4 rreth fëmijëve të humbur që u përkisnin familjeve nga zona. Maggie u trondit që kaq shumë fëmijë mungonin. Ajo kur nuk i kishte kushtuar vëmendje kësaj tabele njoftimesh. Shumë nga imazhet kishin një slogan poshtë tyre duke thënë se çdo minutë ishte e rëndësishme për të gjetur këta fëmijë dhe për t'i ribashkuar me familjet e tyre. Çdo ditë që kalonte ishte një ditë tjetër pa shpresë dhe gëzim për këta njerëz të varfër. Papritmas, sytë e Megit u kthyen tek Charlie dhe ishte atëherë që ajo vuri re djalin duke u lutur Zotit për kthimin e sigurt të këtyre fëmijëve. Me këtë kuptim çdo zemrim apo zhgënjim i mbetur që ndjeu, Maggie u zhduk dhe ajo shpërtheu në lot. Ajo u prek aq shumë nga momenti sa bëri një foto të djalit të saj të mbushur me lot dhe e postoi online, ku shpejt mori pothuajse 100.000 shpërndarje dhe edhe më shumë pëlqime nga njerëzit me të gjithë llojet e besimeve fetare, ose as pak. Akti i thjeshtë dhe i sjellshëm i Charlit preku vërtet zemrat e njerëzve, por ishin fjalët e një komentatori që e përmblodhën vërtet këtë moment të veçantë. Nëse beson në Zot apo jo, vërtet nuk ka rëndësi. Ishte fëmia në dyqan që mendoi për të tjerët dhe bëri të vetmën gjë që mundi për të ndihmuar. Bota do të ishte një vend më i mirë nëse të gjithë do të ndiqnin shembullin e tij. Të dashur shikues, si do të reagonit nëse do të shihnin fëmijën tuaj duke u lutur para një dritare dyqani? Ju lutemi na tregoni në komente dhe nëse ju pëlqeu kjo video, atëherë bëni like dhe abonoheni në kanalin ton. Mirupafshim!